Dominus vobiscum. Qindra mijëra besimtarë të krishterë kanë marrë pjesë në meshën e shenjtë të mbajtur nga Papa Benedikti XVI në sheshin Shën Pjetër të Vatikanit, pasi ka dhënë mesazhe për më shumë besim, shpresë, paqe dhe kurajo për të ardhmen. Ati shenjtë ka uruar edhe në mbi 60 gjuhë të botës, mes të cilave edhe në shqip. Albanese, për shumë vjetë pashkët. Mesazhi Urbi et Orbi për qytetin dhe botën, veç të pranishmëve në Vatikan, është ndjekur edhe nga mijëra besimtarë në të gjithë globin përmes transmetimit satelitor. Njeriu nuk është produkt i rastësishëm i evoluimit, por krijesë e Zotit. Në një botë që zhvillohet me shpejtësi, ka përpjekje për të shtrembruar shumë gjëra, por krijuesi është një dhe i pazvendësueshëm. Ai dëshmoi me vdekjen e ringjalljen e Jezu Krishtit se dashuria për njerëzimin është më e madhe se çdo gjë tjetër. U shpreh ndër të tjera në fjalimin e tij Papa Benedikti XVI. Pashkët ortodokse dhe katolike janë shënuar edhe në shumë shtete të botës, por më shumë atmosfera është ndjerë në qytete si Jeruzalemi, Moska, Shkupi apo Beogradi.